Të ndershëm musliman, me të vërtet muaji Ramazanit është muaji të mirave dhe bamirësisë. Duke pas parasysh që 12 muajt janë kohë e vlefshme, mirë po ne do të mundohemi t'ju tregojmë diç në lidhje me kohën e vlefshme dhe punët e mira që mundemi t'i bëjmë si musliman në këtë muaj. Mirë po, secila punë kur të bëhet, patjetër të ketë sinqeritet në të, sepse kusht për të pranuar një punë e mirë të Allahu subhanahu wa taala është kur muslimani e bën atë punë me sinqeritet. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah." Duke qenë se ata ishin të urdhëruar por që të adhuronin, ishin të urdhëruar për asgjë tjetër përpos se të adhuronin Allahun subhanahu wa taala, mirë po adhurimin këtë rast të jetë me sinqeritet ndaj Allahu subhanahu wa taala. Të ndershëm musliman, nga punët e mira që mundemi të bëjmë në këtë muaj është pendimi, duke pas parasysh se njeriu është krijesë e dobët dhe është krijesë që shkon pas epshit dhe është mëkatar, atëherë Allahu xhaleshanuhu e ka lënë edhe pendimin. Dhe thot, secilën herë njeriu që pendohet, unë e pranoj pendimin. Është mësim i mirë, është edukat e mirë, është e moralshme që në të gjithë në Ramazan të mundohemi, të largohemi nga mëkatet, qofshin të vogla apo të mëdha, mirë po në qoftë se kemi gabu, kemi fol diçka gabim, kemi pa diçka gabim, ose kemi lëviz diçka gabim, ose kemi mendu diçka gabim, atëherë është mirë dhe është obligative dhe është e moralshme, është edukat që të pendohemi para Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu xhaleshanu i fal të gjitha mëkatet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili pendohet para se të del dielli nga perëndimi, atij Allahu xhaleshanu ja pranon pendimin. Mirë po, kjo është aspekti kolektiv, ndërsa aspekti individual, secili njeri duhet, secili musliman duhet të pendohet te Allahu subhanahu wa taala para se të vjen shpirti në fit. Do të thonë para se të des, e kemi obligim të pendohemi për gabimet qofshin të vogla apo të mëdha. Sepse shumë herë muslimanët mendojnë se gabimet janë të vogla që i bëjmë, mirë po kodra ndërtohet me gurë ose me guraleca. Do të thonë, secilën herë kur mendojmë se kemi bën gabime të vogla, ata një ditë bëhen shumë të mëdha. Punë e mirë dhe vepër e mirë që mund të bëjmë në këtë muaj si musliman është agjërimi i Ramazanit me besim dhe shpresim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai musliman i cili agjeron Ramazanin me besim dhe shpresim te Allahu subhanahu wa taala, i falen mëkatet që i ka bërë më herët, qofshin të vogla apo të mëdha. Mirë po, në këtë rast Allahu xhaleshanu me këtë muaj inshallah na fal të gjitha mëkatet që i kemi bën me vetdije ose pa vetdije. Mirë po të kthehemi prapë te pendimi, sepse secili musliman ka nevojë të përkulet Allahu subhanahu wa taala, të bën sejdë e Allahu xhaleshanu inshallah na fal gabimet dhe mëkatet. Të ndershëm vëllezër dhe musliman, vepër e mirë që mund të bëjmë këtë muaj është falja e namazit të taravih. Duke pas parasysh se fjala taravih në shqip përkthehet namazi i pushimit, këtë e kemi keq kuptuar në vendin tonë, në trojat tona, tash flasim për trojat shqiptare, e kemi keq kuptuar kur të ne ende vazhdon tradita ku namazi taravih falet shpejt. Kjo është gabim që duhet të kthehemi në fjalët e Allahut e pastaj në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse çka na kanë udhëzuar ata është e mirë dhe nga çka na kanë ndaluar ata edhe ne duhet të largohemi. Ne kur shkojmë në namazin e taravih duhet të pushojmë e jo të lodhemi. Mirë po kohën e fundit
është përmirësu situata dhe gjendja e muslimanëve në këtë troje. E lutim Allahun xhaleshanu kudo që janë musliman të udhëzon dhe të na përmirëson gjendjen. Mirë po, Allahu xhaleshanu thotë, nëse ju nuk e përmirësoni gjendjen vet, atëherë edhe unë nuk ja u përmirësoj. Për atë shkak i lut të gjithë musliman kudo që janë, namazin e taravis ta falin ashtu si e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë dal nga dal me mundësitë tona. Nëse kemi mundësi, falim 4 rekat. Nëse jemi të mundshëm, i falim 8. Nëse ende jemi të mundshëm, i falim 12, 16 e 20. Mirë po, nuk i kemi obligim të i falim 20 rekat edhe tjetë për 10 minuta, sepse kemi vende ku e kanë falë namazin e taravis duke mendu se kush do ta falë më shpejt, ai do të jetë i pari. Mirë po, kemi harru se ne nuk jemi duke vrapu 100 metra, kush do t'ja kalon tjetrit, por jemi duke u falë për hir të Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhaleshanu të na falë mëkatet, inshallah. Punë e mirë dhe vepër e mirë që mund të bëjmë ne si musliman në këtë muaj është ngjallja natës së Kadrit me adhurime. Edhe këtë pak situate keq kuptuar kur ende muslimant natët e mëdhaja që i quajnë në trojet tona natët e mëdhaja i festojnë dhe kënaqen ato nato si ngjallin me ëmbëlsira. Kjo është gabim nga ajo që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, sepse në këtë natë, për shembull në natën e Kadrit, Allahu xhaleshanu zbret në qiellin e kësaj bote dhe thotë, a ka dikush që kërkon falje që unë t'ja fali. Nata e Kadrit, do të thonë këtë natë që është në muajin e Ramazanit, është vepër e mirë, ne duhet me fal namaz nate, ne duhet me kërkuar falje nga Allahu xhaleshanu, e jo vetëm se ta përmendim si natë të madhe dhe ta kalojmë si netë të tjera apo ditë të tjera. Të ndershëm musliman, përpjeket për adhurime në 10 ditët e fundit. 10 ditët e fundit të muajit Ramazan janë shumë të mira dhe veprat në këta ditë janë më të vlefshme se sa ditë të tjera. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nata e Kadrit mund të jetë natën 21 të Ramazanit, 23, 25, 27 dhe 29. Duke pas parasysh se ne nuk e dim kur mund të jetë nata e Kadrit, atëherë pejgamberi sallallahu na ka urdhëruar që 10 ditët e fundit të Ramazanit me përpikshmëri të adhurojmë Allahu xhaleshanu dhe të kërkojmë falje dhe pendim këta ditë, sepse Allahu xhaleshanu këta ditë me të vërtet i pranon lutjet dhe na fal gabimet. Të ndershëm musliman, punë dhe vepër e mirë që mund të bëjmë ne si musliman këtë muaj është umreja, vizita e Ka'bes. Duke pas parasysh që muslimant shumë herë kanë dëshirë të shkojnë në pushime, mirë po, unë e mësoj veten e pastaj të gjithë musliman kudo që janë, nëse janë të mundshëm në aspektin financiar, kanë shëndet, duke pas parasysh nëse edhe kanë kohë dhe kanë pushim, atëherë i mësoj ata vetën dhe të gjithë muslimanët kudo që janë që ta vizitojnë Ka'bën, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ndërmjet umrës së parë dhe asaj tjetrës i falim mëkatet e vogla. Punë dhe vepër e mirë që mund të bëjmë si musliman këtë muaj është ta falim namazin e taravis me imam derisa të përfundon namazi komplet. Edhe këtu e kemi situatën e ndërlikuar ku njerëzit në këtë rast musliman në trojat tona i falin drejtat 4, ndoshta ndonjëherë 6, 8, 10 e pastaj dalin. Nëse ke obligim nuk prish punë. Mirë po nëse je i lirë, pse mos ta shfryzojmë kohën edhe të kënaqemi me adhurimin ose me namazin që Allahu xhaleshanu na e ka lënë që ne të afrohemi te ai, sepse Allahu nuk ka nevojë për namazin tonë, por ne kemi nevojë për namazin që e bëjmë për Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë për forcën tonë. Ne kemi nevojë për forcën e Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë Allahu xhaleshanu ka krijuar neve dhe asnjë farmonire dhe në asnjë moment nuk ka nevojë për ne, mirë po secilën herë ne kemi nevojë për Allahu subhanahu wa taala. Për atë shkak e mësoj veten dhe të gjithë muslimanët kudo që janë që ku ta fillojmë namazin me imam dhe ta mbarojmë namazin me imam, përpose nëse kemi ndonjë breng, ndonjë sëmundje, atëherë është e lejuar
që të dalim për xhamia dhe të këpusim namazin. Të ndërshëm musliman, vepër e mirë gjatë muajit Ramazanit është kur muslimani është mirë të lexon Kur'an. Ata që dinë të lexojnë Kur'an, bile njëherë të bëjnë hatme ose të dalin në fund leximit Kur'anit, sepse Allahu xhaleshanuhu është i kënaqur kur muslimani i lexon fjalët e tija. Para mendoje, në qoftë se dikush është gazetar apo e ka shkruar një roman, edhe ti të tregon se e kam lexuar romanin tënd, sa gëzohet. Edhe Allahu xhaleshanuhu, duke pas parasysh se Kur'ani nuk është çështje e krijuar sikur që është njeriu, por është fjalë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ne me leximin e Kur'anit i shtojmë punët e tona, punët e mira tona, mirë po në këtë rast kënaqet Allahu edhe Allahu subhanahu wa taala. Punë e mirë tjetër që mund ta bëjmë këtë muaj është nxitimi i iftarit. Do të thonë nuk kuptohet nxitimi i iftarit ta bëjmë iftarin 2-3 minuta, 5 minuta ose një orë më herët, por ta bëjmë në kohë. Do të thonë si të thirrë ezani i akshamit, atëherë e kemi për obligim me fillu Ramazanin me hurmë, nëse s'kemi hurmë atëherë me ujë. Mirë po, kemi pas shumë pyetje, jo vetëm unë si hoxh, por shumë hoxhallar tjerë, a ka mundësi me shtu, për shembull unë jam i fortë edhe 10 minuta me vazhdu iftarin sepse kam mundësi me duru. Nuk është qëllimi këtu me mat forcën dhe durimin dhe kush mundet me agjeru, se ka njeri që mundet me agjeru një javë. Do me thonë rrinë pa ujë edhe pa bukë, pa ushqim. Por qëllimi jo me e kënaqë Allahu xhaleshanu. Obligime kemi të agjerojmë prej një imsak deri në iftar. Në asnjë variant nuk është e lejuar që ta vazhdojmë me vetdije edhe 1 minutë apo 2-3 minuta tjera që të tregojmë se jemi të fortë dhe mund me mëdëru. Por iftari bëhet në kohë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë njerëzit janë më të mirë përderisa e nxitojnë iftarin. Do me thonë, secili prej nesh e ka për obligim ta nxiton iftarin. Vepër e mirë gjatë muajit Ramazanit është kur me mundësi muslimanët e fillojnë iftarin me hurma, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur dikush prej jush është i agjerueshëm, le të bën iftar me hurmë, nëse nuk gjen hurmë, atëherë le të bën iftar me ujë, sepse uji është pastrim. Ata që kanë mundësi e fillojnë iftarin me hurma, ndërsa ata tjerët që nuk kanë mundësi atëherë e fillojnë iftarin me ujë. Dhe dashur vëllezër, kujdesi është vepër e mirë të kujdesimi për lutjet. Më thonë kemi obligim të lutim Allahu xhaleshanu për të mirat që na ka dhënë. Por mendoj tash në këtë kohë sa luftra dhe sa probleme ndodhin në botë, edhe në këto vende ku jemi, elhamdulillah, njëherë për njëherë nuk kemi probleme, nuk kemi brengat mëdha, ka skamje, ka fukarallok, mirë po mëshira e madhe Allahu subhanahu wa taala inshallah i ka planë të gjithë muslimanët dhe ja ushton pasurinë dhe ja jep të gjitha të mirat që i kërkojnë njerëzit edhe në këtë rast që janë halal. E lutim Allahun xhaleshanu që secilit prej neve na bën mundshme të ham iftarin me hurma. Mirë po ata që nuk kanë hurma atëherë e fillojnë me ujë. Mirë po për këto të mira që na ka dhënë Allahu, çfarë obligimi kemi ndaj tij me lut Allahun subhanahu wa taala? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot pas iftarit ose para iftarit e bën këtë lutje, shkoi etja, u lagën venët dhe mbeti shpërblimi inshallah. Do të thonë, agjerojmë 15 orë, 16 orë, tash frika pak ekziston bilet e rinia se ata që i kanë 30 vjet deri në 35 vjet, se edhe unë jam vetë këtë moshë, kur kemi fillu të agjerojmë si të vegjël, do të thonë, kemi fillu verës, mirë po shumë të vegjël, e tash e kemi kalu shumicën e Ramazaneve në kohën dimrore, tash ka ardhur vera prap, edhe njerëzit tash mendojnë se shumë gjatë dhe shumë nxehtë. Ndërsa vëllezër, sa herë muslimanët që e kanë fillu një punë me sinqeritet i kanë dalë në qosh. Secilën herë muslimanët kur e vendosin me bë ndonjë punë për hir të Allahut subhanahu wa taala, Allahu lëshon mëshirë dhe jam i sigurt që nuk do të jetë problem që muslimanët të agjerojnë edhe në këtë vap, edhe në këtë kohë që quhet verë. Punë e mirë tjetër që mund të bëjmë në këtë muaj është të bëjmë sa më shumë lutje. Po shembull të bëjmë lutje për muslimanët, Allahu xhaleshani inshallah u udhëzon kudo që janë. Ata që janë të semur inshallah Allahu i shëron.
ata që kanë brenga dhe probleme, inshallah Allahu xhaleshani ja largon brengat dhe problemet. E këta lutje Allahu xhaleshani i pranon, për shembull në sifir, i pranon para iftarit, i pranon kur shkojmë në xhami, i pranon lutjet Allahu xhaleshani të gjitha kohrat, mirëpo ne tash jemi duke fol për muajin Ramazan, edhe Allahu xhaleshani i pranon duat dhe lutjet e agjëruesit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Thalatha da'watin mustajabat", ose mustajabe. 3 lutje janë të pranuara. E para është da'watu s-saimi, kur një muslimani është agjërueshëm dhe lutet. E dita, wa da'watu l-madhlumi, kur muslimani ju ka bon zullum, ju ka bon padrejtësi dhe ajo lut Allahun xhaleshan. Dhe e treta, wa da'watu l-musafiri, kur njeriu është në rrugë. Do të thonë, ta lutim Allahun xhaleshan kur jemi agjërueshëm, kur na u ka bon zullum padrejtësi, dhe kur jemi në rrugë ta lutim Allahun, se në këto raste Allahu xhaleshan i pranon lutjet tona. Kujdesi për sifirin, vepër e mirë është që të kujdesemi për sifirin. Do të thonë edhe në këtë rast tash kemi njerëz që thonë unë edhe pas sifir agjëroj. Nuk ka kuptim agjerimi i Ramazanit pas sifir, sepse ka rregulla dhe rend. Ti në qoftë je në punë, vllai dash nuk mundesh me shku kur dush atje, por ka kohë. Edhe agjerimi ka kohë, ka kushte. Tash nuk bën mi te i kalu kohrat dhe kushtet, sepse atëherë shton ose pakson diçka në fe. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bon iftarin kohë dhe ka bon sifir, atë kush jemi ne që mos të ham sifir? Kujt i tregojmë në forcë, kurse e dim se Allahu xhaleshano është absoluti në forcë dhe në dituri. Në kujt i tregojmë forcë? Allahut i tregojmë forcë se ne mundemi të agjërojmë ditën e ardhshme pa sifir, ne ndoshta mundemi, mirë po në sifir, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, hani sifir, sepse në sifir ka bereqet. Në qoftë se kemi forcë në të rrim pa ushqim për shembull 20 orë ose 30 orë, mirë po bereqetin e asaj nate nuk mundemi ta fitojmë. Por atë çka kem se vetëm dhe të gjithë muslimanët kudo që janë, që asnjë natë mos ta fillojmë ditën e ardhshme pa hangër dhe pa ngritur në sifir, sepse sifiri ka lidhje me namazin e sabahit. Do të thonë, ai që nuk interesohet për sifirin, atëherë dhe i kalon edhe namazin e sabahit. Ramazani nuk ka kuptim pa namaz, e pa zeqat, e pa fitër, e pa vepra dhe pa punë të mira. Heshtja dhe kujdesi për gjuhën. Vepër e mirë është të kujdesemi për gjuhën tonë kudo që jemi, kudo që shkojmë. Jo vetëm Ramazan, por 12 muaj. Sado që jemi në këtë jetë, derisa të adhurzojmë Allahut shpirtin, duhet të kujdesemi për gjuhën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: xhenetin e ka të garantuar një njeri që mi garanton dy çështje. E para është ai që më garanton gjuhën dhe ai që më garanton organin intim epshin. Cili njeri në botë mundet me garantu këto dy gjëra? Cili mundet prej nesh me garantu se nuk flet keq? Cili mundet sepse gjuha nuk ka kac? Nëse ka mundësi dikush ta gjenë një njeri në botë që Allahu e ka kriju me kac në gjuhë, nuk ka mundësi. E keni po gjuha atë shumë lëviz, sa që me qenë se flet sa lëviz, atëherë shumë herë kishim gabu. Para çka një dietar thot, puna më e mirë është kur kemi mundësi me burgos gjuhën. A ka nevojë në këtë muaj t'i burgosim gjuhat e tona, përpos se t'i lirojmë kur duam të folim fjalë të mira dhe kur e kemi mendu fjalën e mirë. E jo çka mendon vllai dashur me e thonë. Muslimani respektuar, nuk do me thonë atë që e mendon mendja dhe që e don shpirti, qoftë mirë apo keq me thonë. Sepse njeriu atë që e flet, të ne kanë thonë njerëzit më të moshuar dhe më të vjetër, sepse çka flet gjuha, do shta ndonjëherë duhet me pagujt shpina. Por atë çka mos vjen te problemi bashkë këtë muaj, sepse njerëzit janë jo durimtar në kohën e fundit. Në këtë rast jam duke folë për muslimanët, bile koha pasi kindije deri para iftarit. Në qoftë se ne si meshkuj dhe burra agjërojmë, atëherë edhe gratë janë të agjërueshëm. Kush e ka leju, sepse akuzat më të mëdha janë ndaj muslimanëve se nuk ja kemi dhënë drejtat grave. Kjo është gabim. Sepse feja islami i ka dhënë drejtat. Krejt punë tjetër është sa japim ne si shqiptar, e sa japim ne si kom tjetër
drejtat e gruas. Kush e ndalon gruan me agjeru? Mirë po, këtu po du me përndetësu sabrin dhe durimin në Ramazan. Sepse njeriu që nuk din me bon sabër me iman dhe ka imanin e dopt, atëherë gjuha e tij nuk din se çka flet. Sa njeriu e poshtërson dhe i thot diçka gruas së tij sepse unë jam agjerueshëm, por edhe bashkëshortet e muslimanëve agjerojnë, të ndershëm vëllezër. E tash mos bëhemi ne se kush jemi ne. Domethënë jemi para Allahut njësoj. Nuk kemi dallim, qofshin burra apo gra, përpos se dallimet që i ka bën Allahu subhanahu wa taala. Para çka e mësoj veten dhe të gjithë juve. Të jemi durimtar prej sifir deri në iftar dhe ta burgosim gjuhën, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ai që më garanton gjuhën dhe epshin ja garantoj xhenetin. Inshallah bëhemi prej burrave dhe në këtë rast qofshin gjini mashkullore apo femrore, inshallah Allahu xhallahu na udhëzon këtë muaj dhe na mundson të bëjmë vepra të mira. Vepra e mirë në këtë muaj është kur ne të gjithë namazet të mundohemi të falim në xhami me imam, me xhamat. Sepse ndërtimi i xhamive në fundit nuk ka kuptim nëse nuk i mbushim xhamiat. Çfarë kuptimi? Pse Allahu xhallahu ka obligu, thot xhamiat i ndërtojnë njerëzit që e besojnë ditën e gjykimit dhe janë të devotshëm. E tash nëse ne besojmë ditën e gjykimit, jemi të devotshëm, jemi të mirë, besojmë Allahun, i kemi ndërtu xhamiat, kemi investu në xhamia, i mirëmbajmë xhamiat. A kanë kuptim ato pa xhamat? Nuk kanë kuptim. Të ndershëm musliman, kudo që jeni, në këtë muaj edhe muaj tjerë ta falim namazin me xhamat, sepse edhe namazin në shtëpi është tamam. Edhe ai namaz pranohet. Mirë po, pse i kemi ndërtu xhamiat? Që të afrohemi në vetë, sepse në shtëpitë tona falemi vetë, dërsa në xhami e takon dika që ndoshta kohë gjatë nuk i ke pa, e përshëndet. Afrohemi, vllazërohemi më shumë, i shohim brengat e njëri tjetrit, ndihmojmë ndër me veti. Dorsa nëse secili prej nesh rrin në shtëpinë e vet, atëherë askush nuk do të di brengat e dikujt tjetër dhe askush nuk do të mund ta ndihmon dika tjetër. Domethënë të kujdesemi që të falim namazet në këtë muaj në xhami dhe muaj tjerë. Kujdesi për të dhënë ushqim. Ushqimi në këtë rast ka dy kuptime. Ushqimi në iftar, duke pas parasysh që ne kemi tradit, sepse kjo tradit na ka mbetur nga feja islame dhe inshallah vazhdon, por edhe si shqiptarë kemi tradit të japim ushqim. Elhamdulillah që këto tradita ende si kemi harru dhe inshallah Allahu xhallahu na bën të mundshme që këto tradita mos të lëm deri në ditën e gjykimit. Mirë po, ta potencoj se është situatë e keqe kur ne mendojmë se nëse dikush më thirr në iftar edhe unë e kam obligim me thirat. Ose nuk më ka thirr në iftar edhe nuk e thras në iftar. Ktu është gabimi, të ndershëm vëllezër. Unë dhe ju si musliman duhet i thrasim musliman dhe vëllezër, qofshin farefis apo shok apo miqësie, kushdo që janë musliman, i thrasim njerëzit në iftar sepse duam sevap me bon, duam me bon një vepër të mirë. Në këtë rast, sa njeriu i thret vetëm ata që janë pasanik, ndërsa i neglizhon fukarat. Ai tjetri thot unë t'i thras vetëm fukarat, se nëse e thras pasanikun e nuk vjen në shtëpinë time. Kto është gabimi, sepse Ramazani është çështje e madhe që i afron njerëzit e jon, nuk i largon. Mirë po epshi dhe qefi jon na largon ndërmjet vete, edhe nuk na afron. Por atë çka ju mësoj të gjithëve veten dhe të gjithë muslimanë që iftarin mos ta kuptojmë unë e kam bon iftarin dhe bëj sevap. Po, kjo është e vërtet, nuk ka dyshim se njeriu që jep ushqim, kujt do t'i jap që i jep ushqim ban të mirë dhe vepër të mirë. Mirë po, mos t'i harrojmë edhe koqshit, mos t'i harrojmë skamnorët, mos t'i harrojmë ata të cilët kanë nevojë për ushqimin tonë, por të organizohemi në të gjitha mënyrat që mundemi të organizohemi dhe t'i kërkojmë njerëzit që nuk kanë mundësi që edhe ata të kënaqen këtë muaj. Të ndershëm vëllezër, kohët e fundit muslimanët, për shembull në shtetet arabe, shtrohet iftari edhe nëpër xhamia, edhe nëpër vende, nëpër restorane. Mirëvallë ne është më traditash shtrimi i iftarit, domethënë për ditë, edhe nëpër xhamia, edhe nëpër vende. Por unë si musliman
nuk urdhnoj, po i mësoj njerëzit që sa më shumë t'japim iftar, më shumë vepër të mirë do të bëjnë dhe më shumë sevape. Ndërsa nëse e paksojmë këtë punë të mirë, atëherë e kemi paksu veprat e mira dhe punët e mira që mundem me i bën këtë muaj, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ja ayuhan nas afshu selam. O ju njerëz, përhapni selamin, përshëndetjen. Jepni ushqim, kujdesuni për farefisin, faluni në natën kur tjerët flejnë, do të hini në xhennet me paqe. Më thonë në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: o ju njerëz, përshëndetuni ndërmjet veti, se përshëndetja e ndërsjellët i afron njerëzit. E dita thot: jepni ushqim, sa keni mundësi ndihmoni. E treta, kujdesuni për farefisi të afërmit. Tjetra, faluni namazin kur tjerët flejnë. E tash nuk mundemi kur dalim para Allahut, ata që janë fal, verë apo dimër, ftoft apo nxeft, kanë dalë dhe kanë fal namazin, atjet kanë fletë dhe asë njësoj, nuk mundemi me që njësoj. A janë njësoj ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Nuk janë njësoj. A janë njësoj ata që agjerojnë dhe ata që nuk agjerojnë? Nuk janë njësoj të ndërshëm vëllezër, sepse tash, për shembull në këtë muaj, sa musliman agjerojnë, e tjerë që e ndinë vetën musliman nuk agjerojnë. Janë musliman, mirë po thot, ende nuk kemi mrinë shkallën e agjerimit. Mirë po, o vllai dashur, nesër kemi vdek. Para Allahut duhet me dalë me punë të mira. E si do të dalim para Allahut duke e ditë se ai na ka falë vetëm sirin që ta ka dhënë Allahu, mos flas për të di, veç njërin që ta ka dhënë. Vetëm vesh sa bukur Allahut na ka kriju. Para mendoje me qenë se ndodh një deformim i vogël, e kishte dalë para njerëzve. Askush prej nesh nuk kishte dalë para njerëzve, mbarë na vjen turp. E për bukurinë që Allahu na ka dhënë, kur do ta falenderojmë atë? Kemi rast të volitshëm këtë muaj për ata që nuk kanë filluar të agjerojnë, le të fillojnë. Për ata që nuk falen, le të falen, sepse do të vjen dita kur do të piklohemi, do të mërzitemi, mirë po ndoshta Allahu gjësha nuk na fal. Të ndërshëm vëllezër, punë e mirë tjetër që mund të bëhet këtë muaj është sadakaja dhe lëmosha në rrugt të Allahut xhaleshanu. Këtu nuk bisedojmë tash për zekatin, sepse është obligim, 2.5% pasurisë secili musliman ka për obligim ta jep te fukarat në qoftë se kemi mundësi. Për shembull, i ke 1.000 euro, 25 euro e ke farz, obligim, çështje obligative me adham fukaras. Sepse tash unë habin më të madhe e kam në këtë botë si njeri, kur këta pasanik, ndoshta ata që nuk japin zekatin, nuk jam duke folë për ata që japin zekatin. Si ka mundësi mos ta japin zekatin? Po e thot, po fukara le të punon. Po e secili fukara të kish punu si mendon ti, edhe ish bon zengin, pasanik. E atëherë pasanikja mundet me ekzistu pa punëtor? Drejtoria mundet me ekzistu pa punëtor? Nuk mundet. Atëherë, çka bëhet kitë pasanik me qenë në botë? Nuk ka pasanik pa fukara. Edhe nuk ka fukara pa pasanik. Do me thonë, këta dhe janë terme të lidhura ndërmjet vetë. A ka drejtor pa punëtor? Në qoftë se i themi dikujt drejtor, pa i duhet me udhëzu dika, duhet me drejtu dika. Duhet me thonë, duhet me qenë 5 punëtor, 10 punëtor për me thonë dikujt drejtor. Duhet me qenë 1 milion, 10 milion fukara për me qenë dikush pasanik. Por atë shkak i luz dhe i thras pasanik. Kudo që janë ata që kanë mundësi, le të japin sadakan, lëmoshen, sepse kanë njerëzit nevojë për lëmoshen e muslimanëve. Kanë nevojë njerëzit, dhe mos e bjerë punën me ta zgjat dorën, sepse ndoshta ndonjëherë shejtani të ngacmon dhe në momentin kur ka nevojë ai ti nuk i jep, ndërsa kur nuk i duhet atij, nuk atëherë ndihmon. Të ndershëm vëllezër dhe musliman, do të vjen koha prej argumenteve se do të ndodhë dita e gjykimit kur krejt bota ka me qenë pasanik. Secili ka me dash me dhënë zekat, mirë po s'ka me pas ku. E tash kemi mundësi me tregu bamirësinë tonë ndaj atyve që janë skamnor, edhe Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Do të thonë Allahu xhaleshanu thotë: ja ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawman la bay'un fihi wala khullatun. O ju që keni besuar, pas se të vijë një ditë ku nuk do të ketë as shitblerë, as mirësi, as ndërmjetësim, jepni nga ajo me çka ne u furnizuam juve. Do të thonë, të ndërshëm
muslimanët të japin pasurinë që Allahu xhaleshanu na ka dhuru, sepse do të vjen koha kur nuk do të ketë nevojë dhënia e pasurisë tonë. Në këtë rast ka shoqata, ka njerëz që mund të koordinojnë punë, i thras të gjithë kudo që janë muslimanë të koordinohen ndërmjet vetë që ta ndihmojnë në mënyrë organizative skapnorin dhe atë që ka nevojë. Punë e mirë është dhënia e sadakatul fitrit. Vepër e mirë, do të thonë, është obligative, është vajib secili prej musliman, qoftë i vogël, i moshuar, i ri, burr ose mashkull apo femër, të gjithë ne muslimanë botë kemi obligim të japim sadakatul fitri. Ai të ne është shumë pak, mirë po pse ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë obligim, sepse njeriu gjatë muajit Ramazanit, këtë rast muslimani mundet me gabu, pa vetë dije dhe pa e ditë, e me dhënien e sadakatul fitrit para namazit bajramit e pastrojmë agjerimin tonë. Inshallah Allahu xhaleshano na bën të mundshme që këtë muaj ta kalojmë me të gjitha të mirat. Falja namazit të bajramit me muslimanët, edhe kjo vepër e mirë po edhe këtu kemi pak problem. Do me thënë dalin njerëzit dhe muslimanët e falin vetëm namazin e bajramit ndërsa sabahin e lanë. Ose tërë Ramazanin agjerojnë, rinë pa ujë dhe pa bukë, ndërsa me namaz nuk kanë lidhje. Qëllimi i Ramazanit nuk ka vetëm të rinë pa bukë dhe pa ujë, por të afrohemi të Allahu xhaleshano. Të Allahu xhaleshano afrohemi me kushte. Ka kushte njerë, kushti i parë është shahadeti, kushti i dytë namazi, kushti i tretë zekati, i katërt i agjerimi, ose i tretë i agjerimi, i katërt i zekati. Në qofse nuk shkojmë me rend, për shembull, ka mundësi në shkollë me shku, ka e prapa i themi, një doktoratur, pastaj magjistër, pastaj fakultet, pastaj shkollë mese e 8 veçare, nuk mundet kështu. Çështje shumë pa kuptim, nuk lidhet. Edhe feja islame ka rregulla. Një herë besojmë Allahun, pastaj falim namazin, pastaj agjerim. Do të thonë ka lidhje. Agjerimi nuk ka kuptim pa namaz. Agjerimi nuk ka kuptim pa durim, pa sabër. Para mendoj nëse e shohim dika duke thonë fol fjalë ndita, duke mos e respektu dika, duke nënçmu dika, si do të themi ki njeri agjeron? Jo, unë kur ta shoh prej lart tham, o zotri ti nëse i agjerueshëm, prishe agjerimin se nuk ka nevojë Allahu xhaleshano me ndej ti pa ujë dhe pa bukë. Sepse gjuha jote nuk është e burgost. Por atë çka ka ndërgjë musliman, qëllimi i agjerimit nuk është vetëm të rinë pa bukë e pa ujë, por ka çështje tjera që i përmendëm më herët. Falja namazit të bajramit, do të thonë, të jetë edhe i lidhur me namazet tjera, jo vetëm bajram. Vepër e mirë është të mësojmë fëmijët e tonë të agjerojnë. Sikur që i mësojmë fëmijët e tonë, për shembull, se si duhet me shku në shkollë, se si duhet me mësu një kurs të anglishës, se si duhet me mësu, për shembull, dikush djalin ose e çon futboll, dikush vajzën e çon në sport tjetër, atëherë edhe si obligim fetar kemi që fëmijët e tonë të mësojmë një herë shahadetin ta dinë, ta mësojnë në arabisht e pastaj shqip, ta dinë namazin, çka do të thonë namazi, pse është i obliguar namazi dhe t'ja mësojmë agjerimin. Sepse ata sot janë fëmijë, mirë po nesër do të bëhen burra dhe ndoshta do të na udhëheqin. Qëllimi i kësaj jete është që ata që do të vinë dhe do të na udhëheqin të jenë edhe të edukuar, edhe të shkolluar. Sepse ne në kohën e fundit kemi nevojë për njerëz që janë edhe të edukuar, edhe të shkolluar. Njëra pa tjetrën nuk ka kuptim. Nëse vjen dikush që është shumë i mençur, nuk ka edukat, ai do më thonë mundet me qenë më shumë shkatruas se sa përmirësuas. E ki tjetri, nëse shumë është i edukuar, mirë po nuk ka shkollë, edhe kjo është problem. Por atë çka lutim Allahun xhaleshano, ta na bën mundshme që të rritet tonë kudo që janë të udhëzon, të rritet tonë qofshin femra apo vajza, ti shkollon, të sëmurit tonë kudo që janë të shëron, të vdekurit tonë të mëshiron, ndërsa inshallah Allahu të gjithëve së bashku në xhennet na çon me kaq e krim, inshallah Allahu xhaleshano na pranon lutjet dhe duat tona gjatë këtij muaji. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.